Kur thyet Besa. Unë nuk kam dashur me prish shoqërinë. Zëri i Klodit u dëgjua i prerë, por i lodhur. Jo si mbrojtje e fortë, më shumë si një fjali që ishte thënë shumë herë, në shumë vende, derisa kishte humbur fuqinë. E kam thënë edhe në prime. Para të gjithëve. Ai ngriti kokën dhe e pa lëndrimin drejtë në sy, sikur kërkonte që fjalët e vjetra të peshonin sërish, të merrnin kuptim. Po ti qenë ke djalë i pa besë. Këtë herë ishte lëndrimi që foli. Zëri i tij nuk u ngrit, por u trash. Dhe kur një zë trashet, nuk ka nevojë për britm. Dhoma u mpak. Banorët ndjenë se diçka po vinte. Jo debat. Jo përplasje fjalësh si ato të zakonshme. Diçka më e thellë. Më personale. Mos ma thuaj ti mua Besën, ja ktheu Klodi. Se nëse ka diçka që s'kam bërë, është të luaj pas shpine. Lëndrimi buzëqeshi, por jo me buzë. Vetëm me një lëvizje të lehtë të nofullës, shenja e një nervi që po mbante veten me zor. Besa nuk është çfarë thua para kamerave, Klod. Besa është çfarë bën kur askush nuk po të sheh. Një pauzë. E rëndë. E gjatë. Ti e dije, vazhdoi lëndrimi. E dije që ajo ndjente. E dije që çdo ditë po lidhej më shumë. Dhe prapë zgjodhe të rish aty. As po, as jo. As larg, as afër. Kjo nuk është neutralitet. Kjo është interes. Unë nuk i kam premtuar asgjë. Shpërtheu Klodi. Kur? Pikërisht. Tha lëndrimi duke bërë një hap përpara. Asgjë nuk i premtove. Asgjë nuk i more. Por gjithçka e mbajte pezull. Dhe kjo është më e ulët se një premtim i rrem. Banorët shikonin nga njëri tjetri. Askush nuk ndërhynte. Sepse kjo nuk ishte më një histori ndjenjash. Ishte një gjyq karakteri. Mos më vër në gojë gjëra që s'janë të mijat, tha Klodi, duke shtrënguar duart. Unë kam ruajtur shoqërinë. Lëndrimi qeshi shkurt. Një e qeshur pa gëzim. Shoqërinë? Shoqëria nuk ruhet duke lënë dikë të digjet ngadalë. Shoqëria ruhet duke thënë të vërtetën në momentin e duhur. Ai u afrua edhe një hap tjetër. Ti nuk doje të prishje shoqërinë, apo doje të mos pë? Rishe i rehatia jote? Kjo pyetje ra si çekiç. Klodi u skuq. Jo nga turpi, por nga nervi. Kujdes si flet, tha ai. Se po kalon kufirin. Kufiri u kalua shumë më herët, ja ktheu lëndrimi. Kur ti vendose egon mbi njeriun. Tensioni tani ishte i dukshëm. Ajri duke i trash. Një banor u ngrit sikur do të fliste, por u ul sërish. Askush nuk donte të ishte në mes. Unë jam burr, tha Klodi. Dhe burrat nuk tradhtojnë shokët. Lëndrimi u ndal për një sekondë. Syt i u ngushtuan. Mos e përdor fjalën burr për të mbrojtur, tha ngadalë. Sepse burrnia nuk është status. Është sjellje. Dhe pastaj ndodhi. Jo si shpërthim i papritur, por si një vijë që më në fund këputet. Lëndrimi ngriti dorën dhe ja futi një shpull Klodit. Jo e egzageruar. Jo brutale. Por e qartë. E dëgjueshme. Një shenjë. Dhoma shpërtheu në zëra. Disa u ngritën në këmbë. Disa thirrën emrin e lëndrimit. Disa të tjerë u hodhën mes tyre. Klodi u tërhoq një hap pas. Dora i shkoi instinktivisht te faqe.